Pas hapësirës publicitare kthehemi në studio, flasim pak për letërsi tani, për ta sjellë më ngrohtë në këtë studio përmes librit, cilat janë tituj të rinj që mund të kthehen edhe në inspirues për të gjithë lexuesit që kanë dëshirë të kenë një libër në duart e tyre. Me Aida Baron jam në studio, përkthyese, redaktore. Mirë se vjen Aida, njerësh edhe kryedaktore shtëpisë botuese Pegi. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë për titujt bukur librash, për përmbajtje që intrigojnë, kështu që fillimisht një pyetje në përgjithësi. Me titujt e mirë, si jemi këto kohë? Sepse të kesh në duar letërsi të mirë është shumë bukur. Patjetër. Është një balans që çdo shtëpi botuese duhet ta bëjë, në sensin që në kohët që jetojmë sot, letërsia, kultura është gjithmonë edhe më e të kurrur. Edhe po të shohësh dhe buxhetin e shtetit, është gjithmonë dhe më e të kurrur buxheti që i takon kulturës. Kështu që shtëpitë botuese në një farë mënyrë janë të detyruara të bëjnë një lloj balance përmes librave që janë më të shitshëm dhe ndoshta nuk janë letërsi aq e mirë, por janë një shije e momentit që njerëzit i kënaqin dhe patjetër që duhet i botojmë sepse në një farë mënyrë jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtat shije. E para dhe e dyta, kjo, si thua, ndihmon më pas në botimin e librave të mirë me ata të cilët janë më të vështirë për të shitur. Por të paktën japin një letërsi më të mirë, një letërsi më cilësore, një letërsi formuese mbi të gjitha. Kështu që është e vështirë të balancosh këto të dyja dhe ne jemi përpjekur gjithmonë që ta bëjmë këtë gjë që përkrah letërsisë të lehtë, një letërsie ose themi një paraletërsie ose romancave apo librave më të thjeshtë që shkojnë drejt për drejt tek lexuesi, por dhe ju lën atë shijen e ëmbël pavarësisht shijen e freskët verore, themi, të bëjmë edhe libra që janë letërsisë të mirë. Patjetër. Kështu që është domosdoshme për të kultivuar shijet e lexuesve në fundit.